Përshëndetje miqësi të Interis, kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal në mes të këtij kampionati botror që po na dhuron emocione fantastike. Do doja të ndaleshim pak në pjesën e calciomercato të Interit, edhe pse duket pak vëmendja duket sikur është spostuar disi në botror. Megjithatë, duhet flasim disi për calciomercaton. Tashmë siç dihet, tre emrat të cilat Interi ka fokusin kryesor pas ardhjes së Stankovic dhe pagesës për Akanxhin, për blerjen definitivisht të kartonit Akanxhit, tre emrat kryesor duke nisur nga Solet që tashmë jemi shumë pranë transferimit të tij tek Inter, bëhet fjalë 20 deri 25 milion euro. Fokusi kryesor në mesfushë është Curtis Jones, ku po punohet fort dhe aty flitet që mund të mbyllet midis 25 dhe 30 milion euro, pasi ai është objektivi deklaruar. Dhe emri i tretë tashmë siç dihet, edhe pse ka një pauzë, le të themi, ka një stand-by, një situatë stand-by për Palestrën, siç kemi diskutuar shpesh, ende nuk është arritur një akord midis pretendimeve dhe asaj që Interi ofron, dhe me sa informacione kemi, bëhet fjalë që Interi mund të arrijë shifrën deri në 50 milion euro, të shohim çfarë do ndodhi. Për Curtis Jones ka një pikë pyetje, ose më saktë le të themi për Stankovic ka një pikë pyetje, pasi me rinovimin e Mkhitaryan nuk dihet se çfarë do ndodhi e ardhmja e Stankovic, sepse vendet mesfush janë të limituara. Një lajm i ditës është që Fratesi, tashmë që është deklaruar që do largohet nga Interi, ka shprehur vullnetin e tij dhe aprovimin e tij për një largim në Premier League. Bisedimet janë të avancuara me Nottingham Forest dhe bëhet fjalë për një vlerë rreth 25 milion euro, patjetër një buxhet të cilin Interi mund ta investonte menjëherë tek Curtis Jones. Gjithashtu pritet edhe largimi i Pavard që vlerësohet diku ke 15 milion euro. Doja të ndalesh, dhe kjo është ajo që bën pak me pikë pyetje, sepse nëse largohet Fratesi, vërtet që lirohet një vend dhe mund të ishte momenti për Stankovic. Por Curtis Jones, siç e kam thënë, është objektiv konkret i Interit dhe është pikërisht ai që mund ta zëret vendin. Mua do më vite shumë keq faktikisht të largoj Stankovic, sepse është një mesfushor që i duhet dhënë një mundësi dhe duhet ta provojë. Megjithatë të shohim çfarë do ndodhi. Doja të ndalesh disi tek takimi që është bërë Perez dhe Marotta. Kanë qarkulluar shumë emra dhe dua të jem realist. Harrojni emra si Kamavinga apo Endrick, është e pamundur. E para njëherë Kamavinga kushton 60-70 milion euro dhe rroga që ai merr është krejtësisht jashtë çdo parametri të Interit që ka. Endrick gjithashtu i Lyonit erdhi edhe mohimi i një oferte të Interit për Endrick, nuk është. Ajo janë dy pistat të cilat na bëjnë të mendojnë rreth diskutimit të Marotës dhe Perez. E para është Nico Paz, që edhe pse duket një pistë tejet e vështirë, shumë e vështirë, po duket se fjalët, deklaratat e Fabregas, Javier Zanetit realisht nuk i kanë pëlqyer, jashtëmase nuk i kanë pëlqyer, pak në ai qëndrimi Fabregas. Megjithatë, ajo çka unë mendoj që është më e mundshmja të ndodhi është që Mourinho nuk e sheh Nico Paz, paktën për mendimin tim. Kam përshtypjen ajo çka do ndodhi është që Real Madrid do e lë edhe një vit Nico Paz tek Como, të marri pjesën në Champions, të fitojë eksperiencën e duhur dhe ndoshta më vonë të vlerësoj dhe të shohë çfarë do bëj. Më duket tejet e vështirë që Nico Paz të vijë tek Interi këtë vit. Pista tjetër dhe që po ta mendosh pak thellë është tejet e mundshme, bëhet fjalë pikërisht për Mastantuono. Mastantuono, lojtari i Argjentinas, i cili Mourinho nuk e sheh fare, ka deklaruar që nuk e sheh absolutisht, pra është në dalje Mastantuono. Mastantuono mund të merret me një pagesë, domethënë pra me një rrog, le të themi 3,5-4, maksimumi 4,5 milion euro, që është komplet e përballueshme ke Interi, por e vetmja gjë që më bën të dyshoj për këtë është që fondi Oktri nuk pranon që të merren lojtarë që nuk janë në pronësi 100% të Interit vet, sepse formula që Reali mund ta lëshojë Mastantuono është pikërisht e njëjta formulë që ka edhe për Nico Paz me Komon. Pra, ai mund të ta japi në një shumë të caktuar, ti mund ta përdorësh për 2 vite dhe mbas 2 viteve ata mund të vendosin një të drejtë riblerje, le të themi, me një shifër të caktuar, patjetër një shifër më e lartë, por çka do i hiqte absolutisht të drejtën Interit për të patur kontroll absolut mbi lojtarin. Dhe kjo kam përshtypjen është formula që mund ta ndërlikojë disi situatën, pas Antuano një talent absolut, lojtar shumë i mirë, tejet i mirë, mund të jetë një oportunitet për Interin. Thash, emra si Kamavinga etj harrojni, nuk është e mundur që të ndodhin. Pas Antuano është një mundësi reale. Të shohim nëse Oktri do ndryshoj filozofin të paktën për këtë rast. Megjithatë,
për momentin këtu jemi, lajmi ditës, siç e thash, është Fratesi që është i hapur dhe i gatshëm të pranojë ofertën e Nottingham Forest, të shohim çfarë do ndodhi. 3 emrat tashmë i dini, Curtis Jones, Solet dhe Palestra. Surpriza Mastantuono, të shohim çfarë do ndodhi. Në të mirë në të keqe, Forca Inter dhe le të vazhdojmë ta shijojmë botrorin.